Kryeministri dhe njëherëzi krye socialisti Edi Rama vlerësoi se sfida e mandatit të 4 të PS-s në zgjedhjet e 11 majit është antarësimi i Shqipërisë në BE, që krahas lirisë dhe të drejtave do të jetë një vlerë e shtuar financiare për ekonominë e Shqipërisë. Mandati më i fortë deri më sot për Partinë Socialiste, për këtë forcë qeverisë që 2030 ta gjej Shqipërinë brenda Bashkimit Evropian. Dhe Bashkimi Evropian, ndër të tjera, se është dhe ana tjetër e medaljes, nuk është vetëm çështje lirish dhe drejtash, është dhe një çështje drejt për drejt e lidhur me ekonominë dhe me rritjen e mirëqenies. Disa e thonë pa të keq që kush është në BE po shef keq. Mo bet kot. Të gjitha problematikat e brendshme të BE-s janë problematika që ne do donim të kishim, në vend se të kishim problematikat që kemi trashëguar dhe me cilat mezi po ndahemi. Por të gjithë ju duhet thënë ama, në çdo takim, që BE-ja është një vlerë e shtuar financiare për Shqipërinë. Që ne në 10 vjet kemi marrë nga Bashkimi Evropian si mbështetje pak më shumë se 1 miliard euro. Duke hyrë në BE, çdo vit do të marrim më shumë se 1 miliard euro. Ne kemi marrë nga Bashkimi Evropian mbështetje për bujqësinë, që është shumë më pak në total se sa 300 milion euro, ndërkohë që 300 milion euro do t'i marrim çdo vit vetëm për bujqësinë. Rama thekson se në BE hyn në një familje ku ka të rritur dhe ku ka të vegjël, ku ka vende të mëdha dhe të zhvilluara, por edhe më pak të zhvilluara, dhe aty janë të ndara kategoritë. Janë kontribuesit që janë rritur në një familje dhe janë përfituesit siç janë më të vegjëlit në një familje, dhe ne do të hyjmë te kategoria e përfituesve. Ne do të marrim nga BE shumë më tepër se ç'do të kontribojmë, sepse të mirat që burojnë nga të qenit në BE janë shumë më të mëdha se të mirat që do të ngeleshin duke qenë jashtë.